Kjo ka qenë atmosfera dhe gëzimi i tifozëve Prishtinas, të cilët janë gëzuar trofeu të ri që Arben Krasniqi u asolli në Prishtinë. Sigal Prishtina dhe këtë vit pati fjalën kryesore në Superligën e basketbollit, duke mposhtur në serinë e finaleve të play-offit rivalin nga Prizreni, Bashkimin me rezultat të përgjithshëm 4-2. Takimi i 6 në Prishtinë solli atmosferë të bukur, organizim të jashtëzakonshëm dhe spektakël të vërtet në parket. Fitoria e Sigalit 81-74 i mjaftoi vendasve të festojnë para mira shikuesve bardhë kaltër. Ndeshje si parapriu, ceremonia e ndarjes së disa dhuratave modeste për kryetarin aktual të Prishtinës Ista Mustafa dhe paraardhësin e tij Ismet Beqiri. Me mjaft emocione është pritur edhe nderimi i tifozit të ndjer Qeli me një shall të plisave i cili ju dhurua familjarëve të tillë. Qysh në hapje Prishtina si treguan apetitet e tyre duke krijuar shkëputje me rezultat prej 10-4. Kjo apërsi e hershme e tyre ishte pakapshme për ekipin e portokallt, i cili tregoi efikasitet të dobët, duke detyruar trajnerin Jeton Nixha të reagojë me time-out. Një seri prej 4-0 Sigalit i mundson shkëputje deri në 12 pikë, 16-4, madje për 7 minuta 10 sekonda, Bashkimi u kufizua në vetëm 4 pikë. Në fund të sherekut të parë, Sigal Prishtina avansonte 21-16. Periudha e dytë solli ritëm të njëjtë të lojës së Sigalit, skuadër kjo që madje siguron epërsi deri në 12 pikë para se ta mbyllte pjesën e parë me epërsi prej 10 cosh, 39-29. Mes pjeslojve, organizatorët ndan mirënjohje për gjithë ata që kontribuan në curinë e Sigalit këtë edicion dhe mes të shpërblyerve ishte edhe ambasadori i Shqipërisë në Prishtinë, Islam Lauka. E tëra që ka arritën mysafirët të bëjnë në çerekun e tretë ishte rezistenca e fillimit, e cila më vonë pasoi me një seri të suksesshme të Sigal Prishtinës prej 16-4, pas së cilës skuadra e Arben Krasniqit avansoi deri në 20 pikë. Para fillimit të çerekut të fundit, festa thuajse kishte filluar. Pas 2 minutave të parë, Prishtinasit vazhduan të ruanin epërsim prej 20 pikësh, e cila fillon të ngushtohet në 3 minutat e fundit. Jeton Nixha në njërën anë dhe Arben Krasniqi në anën tjetër ishin protagonist të dy taboreve rivale, të cilat drejt në sekondat e fundit premtonin lojë atraktive. Kështu edhe ndodhi pasi ndërprerje të shumta dhe kalkulimet dalin në plan të parë. 20 sekondat e fundit, Prashovic realizon një 3 pikësh për të ngushtuar epërsinë e Prishtinës në 78-71. Të dyja ekipet shënojnë nga 3 pikë deri në fund dhe kjo nuk i mjaftoi Bashkimit të kompenzojë ngecjen që e pati në fillim të ndeshjes. Medalet e argjenda skuadrës Bashkimit ja dorëzoi drejtori i Superligës Nureddin Ibishi, përdërisa kryetari i Federatës së Basketbollit Erold Belegu i ndau medalet e arta për ekipin fitues. Kupën kapitenit të Sigal Prishtinës Edmond Azemi ja dorëzoi njeriu i parë i Prishtinës Isa Mustafa. Mendoj që e kina merituar fitoren, edhe mendoj që e merit edhe e kina fitur titullin e kampionit. Me jemi që 4 vite fitur skupës edhe kampionatit Kosovës, kështu që shpresoj që mos në mëgoj motiv që të bënoj mende edhe prap mendojemi që të anglisëm një vend e lujës. Unë mendoj që kemi dhënë një maksimum të anin, edhe pse sonte nuk jam i kënaqur me ndoshta mas një jave kur mendoj që ky ka qenë maksimumi, po prapë sonte jam i dëshpëruar që kemi ardhur përgatitur, po 20 minutat e para kanë qenë pakës ma të vështira për ne. 10 minutat e fundit kanë pakës ma të mira, po prapë shpresoj që ky ka qenë maksimumi jonë. Kena pa shumë shtrishtë, se dina që Bashkimi ka një ekip e mirë, por fitore jonë ka qenë Prizren, do të thonë se para 2 ditë kur kena mut. Kjo kena ditë që kena me mut Prizreni për shkak shikuesve tonë, se kena pas një